Prandaj lejoni që në mënyrë simbolike djegim këtë koncept. Kosova për 5 vjet s'ka pas opozit. Praktikisht opozita në Kosovë, që e kemi thonë për këto 3 javë, ka qenë një opozit e cila ka garant nga interesat e tyne, pe atyne të energjisë, që është rasti i Lutfi Hazirit, i familjarëve ti, e deri të lagjet e shtrejta, e lokalet e shtrejta, si që është Marigona, Izabeli. Pra, Kosova është qeverisur nga një subjekt pa opozit, pa kundërshtime dhe pa kontrol mbi këtë qeverisje. Besojmë që kjo fushat duhet t'i jep vullën e fundit që kuvendi i Kosovës me 7 qershor ose pas 7 qershorit të ketë opozit për një me. Besojmë që opozita për një mend është veç një adresë, është numri 129 dhe është numri i PSD-s. Besoj fuqishëm që në këtë periudhë të para fushatës tonë, nga nesër dhe fushatës tonë, duhet t'i vullosim disa gjëra një herë e mirë dhe përgjithmonë. Nuk mundesh të bësh opozit nga lagjet luksoze, nuk mundesh të bësh opozit përderisa bën biznese dhe nuk mundesh të kundërshtosh pushtetet fuqishme derisa ki interesa. Është koha vendimtare që të bëjmë një pikprerje që partitë politike të janë të organizuar rreth ideve, rreth kauzave, rreth çështjeve e jo rreth interesave, qofshin ato grupore apo individuale. Sot në mënyrë simbolike ne e kem paraqit këtu mbrapa përmes valutave që opozita e deri sotshme ka qenë opozit e cila ka vrapu pas interesave kryesisht si më thonë klanore edhe financiare. Besojmë që kjo fushat duhet me jep fund këtij lloji opozite dhe besojmë që pas 7 qershorit në kuvend duhet me pas opozit që organizohet rreth ideve e që është Partia Socialdemokrate. Prandaj tash në mënyrë simbolike ne besojmë se sot duhet të djegim këtë koncept të kësaj opozite, pra të opozitës formale që ka shku pas interesave financiare, që t'i hapim rrugë opozitës për një me, opozitës e cila ka me ballafaqu pushtetin, me kontrollu ata dhe me sfidu ata dhe me organizu rreth ideve. Prandaj lejoni që në mënyrë simbolike të djegim këtë koncept të opozitës. Pra, që është edhe e pat aksionin tonë simbolik, në mënyrë simbolike opozitës dhe mentalitetit saj i jepim fund, e hapim rrugën për qytetarë me folë për ide, për bindje, për kauza dhe për sfidë të pushtetit, ashtu që në mënyrë simbolike u djeg ky lloj opozitarizmit,